Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për t'u zhvendosur sonte pak në këtë orë në një reality show tjetër, që po merr vend të rëndësishëm në median shqiptare. Jemi akoma në javët e para të këtij reality show, akoma nuk janë krijuar grupet, akoma nuk janë krijuar polet, por ka marrë vëmendje të rëndësishme dhe pikërisht flas për Fermën VIP 3. Ferma VIP këtë vit po zë një vend që do të mbahet mend gjithmonë. Çfarë është një mision i suksesshëm? Një mision i suksesshëm është kur përmendet me vite të tëra dhe me vite të mëdha. Dhe pikërisht Ferma VIP do të përmendet gjatë vite për ekzistencën e saj, për lojën e saj dhe për përzgjedhjen që bëri. Eduardi, si regjizor i këtij spektakli kaq të bukur, kaq domethënës dhe me kaq shumë ngjyra brenda, siç duket dëshiron që të na kthejë në emocionet e Big Brother VIP Albania 2, pikërisht në kohën kur Eduardi ishte regjizor dhe Arbana ishte moderatore. Ju e mbani mend shumë bukur që personazhi që na bëri për vete, Luizeli që na fasionoi të gjithëve, që e duar trokitëm të gjithë, që e admironim dhe e dashuronim të gjithë, krijoi një lloj miqësie të sinqertë edhe të bukur me një personazh shumë interesant që hyri brenda në Big pikërisht në ato vite. Ermiona. Emiliona Lek Bello, një artiste, një këngëtare që me sinqeritetin e saj, me vërtetësinë e saj, me karakterin e saj, ajo fitoi dashurinë e publikut. Po të futemi në TikTok edhe ta shkruajmë emrin e saj dhe të Luizit, do të na dalin të gjitha memet dhe të gjitha video që bën namin në rrjetet sociale. Dhe pikërisht nesër mbrëma gjatë Prime-it, pjesë e Fermës VIP do të bëhet edhe Jona, unë do ta thras siç e thrisni në Big Brother, Jona Lek Bello do të bëhet pjesë e këtij formatit. Unë mendoj që do të jetë një cast interesant me Mozën dhe Jonën, Moza dhe Jona, dy personazhe shumë spontane, dy personazhe shumë të vërteta, dy botëra që realisht përdorën sinqeritetin dhe ndoshta nuk u kuptuan nga publiku i gjerë, flas Jona në Big Brother VIP 2, edhe pse Jona kishte dashuri të madhe të publikut, nga që Jona ishte e sinqert, ishte e drejt për drejt dhe në atë kohë ishte aleanca e vetme e Luizit brenda në lojë. Mbaj mend unë i fliste Kiarës jashtëzakonisht shumë, sepse Kiara në atë kohë nuk ishte dakord për të mbajtur marrëdhënien me Luizin, normal si çdo femër kishte ato pikpyetjet e veta. Do me thënë nesër mbrëma, gjatë Prime-it, Jona do të jetë pjesë e shtëpisë. Tani, pikpyetjet e mëdha të publikut janë këto, se nga që në Fermë kanë filluar pak të krijojnë polet, për shembull kanë nisur diskutimet, debatet, zënkat mes Sonit, mes Jonidës, histori që në fakt po rikthehen brenda në shtëpinë e Fermës. Gjithashtu Moza dhe Sara kanë krijuar ato dy polet e kundërta mes njëra tjetrës që nuk po gjejnë qetësinë tek njëra tjetra dhe kanë filluar të kenë agresionin, edhe pse unë e di që agresioni do të rritet, do të bëhet edhe më i madh, nga që çmimi është 200.000 euro dhe këto 200.000 euro nuk merren duke fjetur, këto duan aktivitet. Dhe mendoj që hyrja e Jonës, duke njohur karakterin e Jonës, natyrën eksplozive që ka ajo, do ta shndron Fermën në një shtëpi bomb humori dhe sidomos përballja me Mozën që janë të dyja super gjigande. Unë mendoj që në këtë cast Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj po ndërtojnë atë cakun e tyre të shikueshmërisë. Rihyrja e Jonës në një format të tillë do të rikthen edhe një herë atë pasionin dhe dashurinë e madhe të publikut. Do me thënë u përfol që do të ishte, nuk hyri që në natën e parë, por Jona ka përzgjedhur që të hyjë nesër mbrëma. Si do të pritet nga banorët, me patjetër që nga një pjesë e banorëve nuk është se do të mirë pritet mirë, nga që kanë një fotografi të Jonës, e njohin kapacitetin e Jonës në lojë, e njohin natyrën e Jonës në lojë. Nëse do të thoni që do të bënte një rrugë të ngjajshme me rrugën e Luizit, me natyrën e Luizit, jo,
sepse Jona në jetën e saj asnjëherë nuk ka dashur që të jetë imituese, ka qenë e vërtet në formën e saj, ndaç në muzikë, ndaç në këndim, ndaç në karrierë, ndaç në stilin e strategjisë, domethënë ajo ishte e sinqertë dhe jo më kot si e sinqertë, ajo u përjashtua nga Big Brotheri. Unë uroj me zemër që në këtë format ta shohim Jonën pak më gjatë, të jetë pak më afër publikut, sepse publiku atëherë Eduard Trokiti dhe e deshi dhe besoj që edhe tani do ta doj dhe do ta duar Troket dhe shpresojmë le të jetë një litar tërheqës për ta rikthyer për një kohë të caktuar edhe Luizin te ferma, sepse do kisha dashur në fakt ta shoh Luizin se si do ta sprovonte veten në një jetesë me kafshët, në një jetesë në fshat, edhe pse jam i bindur me modestin që ka Luizi do t'ishte akomoduar aq mirë sa që edhe kafshët do t'ishin dashuruar pas tij. Hyrja e Jonës mendoj që do t'jetë një hyrje në përballje të fortë me Ilir Shaqirin, nga që Jona në karakterin e saj I kishte inat këto natyrat e njerëzve të cilët kishin një vetbesim të caktuar brenda në shtëpi, apo që shkonin me këtë unin e tyre, atë egon e tyre të madh, dhe mendoj që luftën e parë do ta ketë me Ilirin, nga që nuk kanë përshtatje të karaktereve, gjithashtu edhe me Sarën, e pres që të ketë goditje, e pres që të ketë goditje me Jonidën, por nuk e pres me Soni, nga që Soni është pak natyrë dhe karakter më I qetë, por mendoj që do të gjenë botën e përbashkët edhe gjuhën e përbashkët me Mozën, do t'jenë ideale për të bërë show dhe për të bërë spektakël. Ajo që unë mundohem të kuptoj nga Ferma VIP, krahasuar nga reality show të tjera që bazohen në debate, në diskutime, në zënka, në dinamika, Ferma VIP bazohet vetëm në pozitivitet, në energji të mirë, se edhe këto nuk janë keq në aspektin e ofendimeve, por nuk I kanë pika kryesore, domethënë nuk e kanë që nga mëngjesi deri në darkë të merren me ofendime. E shikoj që po punohet me një intensitet shumë të lartë, e shikoj që po investohet shumë në këtë reality show dhe mendoj që rikthimi I Jonës në një fermë do të jetë ideale. Memet do të jenë të pafundme, një vajzë me një jetë aristokratësh, siç Jona e prezanton veten e saj, që po bën një jetë luksi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të përballet me jetën e lopës, me jetën e deles, të gomarit, me jetën e qenit, me jetën e pulës. Mendoj që do të jetë një sfidë më vete, por do të sjellën dinamika dhe do ta mbushin TikTokun Moza dhe Jona. Domethënë kemi një spektakël të papar para nesh dhe besoj që edhe ju do ta prisni me shumë dashuri.